Vërtet ne me po shtetin si përgjithësi, jo vetëm si privilegj. Kështu që unë kam marrë në seancë me qëllimin më të mirë që me votu kryesinë e kuvendit edhe me rrjedh procese tjera, dhe që ka shumë rëndësi që na me fillu me punu për ata që neve na kanë zgjedh këtu. Që konsideroni që ka përfundua fati kushtetues për 30 ditëve për konstituimin Tani, dhe po thirret një seancë. Të gjitha këto janë lojna politike të aktorëve të caktuar, edhe se si mendojnë, çush i mendojnë. Fatmirësisht kemi një gjykatë kushtetuese që do ta jap interpretimin e vet, në rast se do të dërgohet në gjykatë. Këtë nuk mund ta komentoj tani, a ishte shkelja apo si ishte, sepse ka gjykata kushtetuese është kompetente për me dhënë mendimin. Ne si politikan nuk jemi as kredibil me dhënë këtë mendim, sepse kemi gjykatë kushtetuese dhe ata duhet me dhënë këtë. Që keni ardhur për të votuar për të zgjedhur kryesinë e kuvendit, do ta votojeni kandidatin për kryetar të kuvendit? Po, absolutisht, sepse unë kam përgjegjësi si deputet i zgjedhur, i certifikuar, kam përgjegjësi me votu kryesinë e kuvendit, sepse nuk funksionalizohet mandati im në rast se nuk ka kryesi të kuvendit. Unë jam deputet i dhënur nën betim, pa një kryesi të kuvendit, normalisht nuk ndihem mirë. Edhe po pres me dalë në propozim, tani sot shohim apo të në propozim. Do doja të dilte në propozim dhe të fillojmë me punu. Faleminderit juve. Është deklaruar